Vazhdojmë tani me përgatitjen e kësaj ëmbëlsire pa pjekje. Fillimisht në njën shtojmë 300 gram biskota të bluara. Si për biskotave shtojmë 4 lugë gjelle me sheqer pluhur. Për t'ia dhënë aromën dhe shijen e çokoladës, te brumi poshtë do të shtojmë 3 lugë gjelle me kakao. Tani shtojmë 125 gram margarinë ose gjalp të shkrirë. Unë po përdor gjalp të shkrirë, por mund përdorni edhe margarinën. Me njëherë vazhdojmë që ta shtojmë 1 gotë çaj ose 100 ml me qumësht. Dhe tani me ndihmën e një luge përziejmë mirë derisa të formohet një brum i mirë, njëjtë sikur kur përgatisim bombica të ndryshme. Tani marrim një tepsi, mund të përdorni çfarëdo lloj forme, mund ta bëni në formë rumbullake ose në formë katrore, kështu si po bëj unë. Dhe vazhdojmë që ta shtojmë tani këtë brumin të cilin e përgatitëm. Me ndihmën e një gote të çajit, vazhdojmë që ta shtypim duke e bërë të barabartë në të gjitha anët. Tani pjesën e brumit e largojmë anësh, vazhdojmë që ta përgatitim kremin. Në një tenxhere pak më të madhe dhe më të thellë, shtojmë 800 ml me qumësht. Shtojmë 6 lugë gjelle me sheqer dhe vazhdojmë ta shtojmë grizën. Pasi shumë nga ju më pyetni se si duket griza, kjo është ajo që unë e përdori, pra është griz i bluar, bulgur, gruri i bluar. Vazhdojmë të shtojmë edhe grizën tani te qumshti dhe në total do të shtojmë 6 lugë gjelle me griz. Përzijemi mirë dhe vazhdojmë që ta zijemi në zjarr mesatar derisa kremi të trashet mirë. Sa po ta vrini që kremi po fillon të trashet dhe të vlan, e largojmë nga zjarri. Tani te kremi vazhdojmë që ta shtojmë kokosin. Në total do të na duhen 200 gram kokos, por bëni kujdes ju lutem, sepse disa lloje të kokosit janë të bluara si miell, nga ato do t'ju merr më pak. Nëse përdorni nga ky që është kokër madh, sikur që po e përdor unë, do t'ju duhen 200 gram, por nëse i keni shumë të imët, do të shtoni 150 gram. Shtojmë kokosin dhe vazhdojmë përzijemi. Duhet të fitoni kështu një krem të mirë dhe të trash. Tani kremin e përgatitur me kokos e shtojmë sipër brumit. Me ndihmën e një luge, sa është valë e nxehtë, duhet të shpejtoni, të punoni pak më shpejt, që mos të forcohet shumë kremi, ta përhapni sipër tër sipërfaqes. Kremin e kemi gati, e largojmë tani anësh, vazhdojmë që ta përgatisim edhe pjesën e tretë me të cilën do ta mbulojmë ëmbëlsirën. Në një tenxhere më të vogël, shtoni 100 gram çokoladë. Është mirë që të përdorni çokoladë të qumshtit dhe jo nga ajo për gatim. Sipër çokoladës shtojmë 100 ml krem pana për ëmbëlsira. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar derisa çokolada të shkrihet. Tani me çokoladën e shkrirë e mbulojmë tër ëmbëlsirën sipër. Dhe tani gjithçka që duhet të bëjmë është që të lejojmë që ëmbëlsira të ftofet dhe të shtrëngohet në frigorifer, mund spaku për 2 orë dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer. Si në çdo video recetë, edhe në këtë video, në fund të recetës, do ta bëj demonstrimin nga afër. Pasi është ftofur mirë ëmbëlsira për 2 deri në 3 orë, vazhdojmë që ta ndajmë dhe unë sot do ta bëjmë në formë katrore.